Domethënë, aq e fort. Aq e fort ishte si shkollë. Po marina shqiptare, ne arritëm të kishim në atë kohë një lloj flote ushtarake, ndoshta dhe modeste apo? Jo, në atë kohë nuk ishte modeste. Nuk ishte modeste. Për popullsinë, GDP-n pra. dhe sipërfaqen që kishim ishte përtej mundësive tona. Duhet të kuptoj që edhe ka dhe një arsye pse ishte përtej mundësive tona, ne kishim rreth 100 anije. 100 anije? Po. Duke përfshirë 4 nëndece. Po flasim gjithmonë për anije luftarake. Luftarake, po flasim. Qa kishim 4 nëndece? 4 nëndece, 2 dragamina të mëdha, 4 gjyca të mëdhenj, 6 gjyca të vegjël, 42 katra silurus. Dhe pastaj anije ndihmuese, anije tjera domethënë beshin 100, kishim gati 5 baza, Shëngjin, Durrës, Sazan, Pashaliman, Saran. Komanda e përgjithshme ku ishte? Ishte në, shiko, komanda e përgjithshme ka lëvizur. Apo ka qenë në Tiranë? Jo, dhe tash, për herë të parë, në vitin 1926, komanda e marinës ka qenë kushtore veneciane. Në Durrës. Në krah të Torres, tani nuk ka gjithë të cepi murit atje, kanë qenë 2 godina. E muja Ulqinaku, le të themi. E muja, mbas mujës, mbas monumentit mujës, ka qenë komanda e marinës në vitin 1926 dhe në 1939. Po? Në vitin 45, kur u kryua prap marina, u ngrit prap në Durrës. Po ishte brenda portit të Durrësit. Më pas, kaloi nga viti 48 nga mbas Torres veneciane, po një qik në distancë 200-300 metra. Në vitet 50-60 ka qenë në Vlorë, kur ishte situatë me kohën e Bashkimit Sovjetik, që kishim marrëdhënie, kur ishte komandant Temesejko, ka qenë në Vlorë. Pastaj erdhi përsëri në Tiranë, ndonjë shumë vite në Tiranë në Ministri të Mbrojtjes, dhe përfundimisht është përsëri në Durrës, atje ku krijua, vetëm se është te retrotullimi që është që merr rrugën për në Vlorë. E kuptoj. Rrugë e Kavajës, si del rrugë e Kavajës. Aty është sot komanda e marinës. Sa marinar kemi pas? Keni shqipe marinar që kemi pas? Maksimumi që ka pas marina shqiptare është 3500 vetë. 3500 vetë? Kurse sot është rreth 800. Po sot sa një luftarake kemi ne? Sot kemi 4 anije ushtarake, që të rojës bregdetare dhe disa motovedeta. Shiko, ki parasysh që sot jemi, sepse shumë njerëz edhe është normali ta kujtojnë me nostalgjia të marinj që ka qenë atëre për para 91-shit, për para 93-shit, por hyrja në NATO ka një benefit. Benefiti është që ti arrin të njëjtin kapacitet me shpenzime më të vogla, për shkak të bashkimit. E kuptoj. Bashkimi përbën fuqi dhe duke u bashkuar shtetet, atëre ti ruan të njëjtat kapacitete ose i rrit kapacitetet. Për shembull, kot po them tani se i shpjegon ti ndër këto, po më vjen pyetja. Tani për shembull Adriatiku, Tazan. Se Shqipëria ka 4 hyrje në Adriatik, mbrohet si nga NATO. Shiko, mbrojtja... Po them kot, po them që mos është pyetje naive. Shiko, një nga pikat më të rëndësishme të NATO-s është kanali Otrantos, i cili hyrja e Adriatikut. Qesin Otrantos kohën e Enverogjës se kishim ne dhe kjo nuk diskutohet. Sot nuk e dim. Po, shiko, ajo është e vërtet. Do ta shpjegoj pse. Sepse kanali Otrantos është hyrja e Adriatikut. Por në qoftë se ti bllokon kanalin e Otrantos, nuk bën që tjetër veçse Adriatikun e kthen në një liqen të NATO-s. Kjo për arsye se edhe 6 vendet që janë në Adriatik janë vende anëtare të NATO-s. A kuptova. E kupton, dhe kjo është arsyeja pse kthehet në një liqen. Por si mund ta zotrosh apo ta kontrollosh kanalin e Otrantos? Ne i themi bllokim, por në fakt është kontroll absolut i detit. Se ti nuk e bllokon me mina, me që thjesht në anije. Si mund ta bllokosh? Që të bllokosh një kanal të tillë duhet të kesh 3 cilësi. E para duhet të kesh aftësinë. Domethënë ose juridiksioni që apo misioni për ta bërë. E dyta duhet të kesh kapacitetet. Dhe e treta duhet të dish çfarë bën armiku. Tash pika më e dobët e këtyre është kapacitetet. Ku i ke kapacitetet që ti të kontrollosh? Dhe duhet të kesh një gjë i cili të mbajë gjitha kapacitetet dhe të ketë dalje direkte në Otranto. Kush e kishte atë gjë, kush e kishte? Atë kishim vetëm ne dhe vazhdojnë ta kemi vetëm ne. Sa ti tani është gjiu Vlorës. Edhe ti thuaj po duash që mos bëhesh nostalgjik. Çe bukur ajo. Natkoh mendua për këto gjëra tani, le të na Vlorës është gjiu më i rëndësishëm në mesdhëmin qendror.
Hajde kthehemi edhe çike jeta jote se na shkatrove. Thatë mbaruat marinën dhe u emëruat direkt në? Pastaj u emërova në Pashaliman. Unë për gati 10 Ky është momenti i diplomimi. Diplomimi. Si diplomohesh një njeri që mbaron dhe shkollën e marinës? Çfarë teze diplome zgjidhte? Jo, nuk kishim me teze, kishim me provime. Çfarë ishte provim, një marksizëm? Natyrisht, marksizmi Marksizmi ishte dhe? një, ishte edhe taktika detare, domethënë dhe 2 lëndë të tjera ishin taktikës detare. Çfarë është taktikë detare? Taktika detare, përdorimi i katrave celulës, përdorimi i gjycave, përdorimi i ndece, planifikim, planizim ushtarak, si do bësh një operacion, të gjitha domethënë bëshin neve në shkollë të marinës bënim. Po flota e gjarë, e ban mend atëherë që thoshin flota 6 që ishte aty. Po, unë merrem shumë me historinë e marinës dhe i di të gjitha historitë. Çfarë është kjo? Ishte flota 6 rrezik për Shqipërinë atëherë ku erdhi një herë? Ku stacionu flota 6? Jo, nuk është stacionuar, por flota 6 ç'a bënte? Në vitin 76 Shqipëria e zgjeroi gjërsinë e detit territorial nga 12 në 15 milje. Në fakt, ligji ndërkombëtar e ka 12, ne e zgjeruam në mënyrë të njëanshme, pa pyetur njeri. Po dhe llogarisë kishim ku jepnim sepse na lejon. Amerika ç'a bënte? Merrte 2 anijet flotës 6 apo 3 dhe lundronte, hynte në Otranto në 12.5 milje dhe dilte afër Shëngjinit. Dhe kjo në fakt bënte këtë ajo? Sepse në të drejtën e detit është e drejta zakonore ose ajo që ti zbaton, në qoftë se ti zbaton një rregull që është joti dhe i mohon të tjetrit të zbatoj rregullin, atëre kjo thehet në normë. Dhe çfarë bënin ata? Bënin këtë kalim, nuk bënin asnjë. Vetëm kalonin atje që thoshin që shiko, është det ndërkombëtar. Ne dilim me anije, i shoqëronin, por nuk bënim dot asnjë veprim se e dinim që ata ishin ujëra ndërkombëtare dhe ne 3 milje kishim hyrë ose kishim. Po ta e pani çik që ne kishim dalë nga traktati i Varshavës, e dinin ata që Rusi nuk ishte aty. Natyrisht, jo, këtë lloj politike, që është politike, shiko, kjo është një politikë amerikane nga vitet 80, që është politika e lundrimit lirë. Zbatohet jo vetëm për vendet armike, po zbatohet dhe për vendet mike dhe aleate. Për shembull, të njëjtën gjë i bënin dhe italistë në atkon në gjinin e Otrantos. Të njëjtën gjë, gjia e Otrantos ka një problematik. Italianët e kishin mbyllur të gjithë, nuk duhet ta mbyllnin. Në mes, gjia e Otrantos ka një det ndërkombëtar. Ç'a bënin amerikanët? Merrin një ndece dhe e linin atje. Mu në mes të gjia të Otrantos, italianët thoshin që ka hyrë në ujërat italiane. Jo, i thoshte ai se i ke vendosur ujërat në mënyrë të jashtëzakonshme. Po ne e dinim që ishte kjo në ndecë. E dinim. Ne ishim të informuar. Sa lëvizte flota, ç'a ndodhte kene kur lëvizte flota, si angazhoheshin? Jepej në alarm gjithë marina. Dhe gjithë marina dhe gjithë artilleria bregdetare ishte në alarm. Pse? Sepse në fakt në praktikën tonë, për shkak të studimeve, po marr rastin e luftës së Sinait. Kur sulmoi Izraeli që pushtoi Sinai,